Zjarr dhe tym sërish në fushën e mbetjeve urbane të qytetit të Vlorës. Prej orëve të para të mëngjesit të kësaj të ëne, fusha e mbetjeve urbane në qytet është përfshirë nga flakët, të cilat kanë shliruar në ajër një tym toksik të dëmshëm për qytetarët. Situata ka qenë tepër e rënduar, pasi era e fortë bregdetare ka ndihmuar zjarrin të përparojë, duke bërë të pamundur shuarjen e tij. Era e cila ka fryrë me drejtimin jug-juglindje, tymin e ka çuar në drejtim të qytetit, duke krijuar shqetësime për banorët e disa lagjeve. Shefi i shërbimit zjarfikës, Luan Kapaj, shpreh se pavarësisht se po punohet me të gjitha forcat dhe mjetet, era ndihmon flakët të përparojnë, ndërkohë që sipas Kapajt janë në monitorim të situatës për ndonjë rrezik të mundshëm të përhapjes së zjarrit. Kapaj thekson gjithashtu se derisa flakët të fiken, mbeten të rrezikuara edhe disa banesa të cilat gjenden aty pranë. Pothuajse shërbimi i zjarfikës ka gjithë natën që merret me izolimin që po aktivizohet kjo vatrë zjarri këtu në fushën e mbetjeve dhe gjithë natën e ka mbajtur në kontroll për mos u përhapur më shumë në territorin e kësaj fushe. Por tani ju ka bëri punën e vet që me shpejtësinë e erës arriti që ta përhapi zjarrin në drejtim të veriut, ku rrezikohen edhe banesat që janë për rreth kësaj mbetje. Megjithatë ne jemi ekip me forca të shumta dhe mjete për ta mbajtur në kontroll që mos përhapet jo vetëm te mbetja, por edhe jashtë fushës së mbetjeve. Për momentin nuk janë bërë as evakuime zjarri sepse ne po e mbajmë në kontroll. Nëse situata do agravohet, atëherë edhe ne do bëjmë të mundur evakuime këtyre banorëve apo të bizneseve për rreth, por mendoj se do ta mbajmë në kontroll që mos na përhapet më tej. Po pothuajse gjatë vijës komplet këto banesat gjatë gjithë vijës së zjarrit. E vetëm zgjidhja që ne kemi përsëritur disa herë dhe në çdo moment është vetëm mbushja me dhe lagja përsipër me ujë për ta bërë të mundur që mos aktivizohet vatra e zjarrit. Se ndryshe hedhja e ujit është e paefektshme për fikjen e zjarrit, ne mundet ta mbajmë vetëm në kontroll për mos të përhapur, por fikja me ujë në këto momente që është aktivizuar nuk mund të realizohet vetëm, fikja bëhet vetëm edhe. Mendoj se duhet ta ndërpresim këtë aktivitet ndoshta vulkanik që është në fushën e mbetjeve për mos të bërë abuziv në këtë situatë. Ndërkohë era e fortë bregdetare ka ndikuar negativisht edhe në përhapjen e tymit, teksa raportohet situata problematike. Janë disa banesa të cilat gjenden pranë fushës së vendgrumbullimit të mbeturinave që rrezikojnë ende nga flakët me këtë situatë të përsëritur prej vitesh. Sot në lagjen 24 maj, tepër e vështirë të mund të mbash dritaret e banesave të hapura për shkak të prezencës së tymit kancerogen. Nga lagja në fjalë ka patur edhe largim të banorëve si rrjedhoi e situatës së shkaktuar.